Ekipi i betimit për drejtësi u sigurua dhe në një rast tjetër që parkingu, i cili duhet të përdoret vetëm nga zyrtarët e ministrisë, po shfrytëzohet pas orarit të punës nga qytetarët. Disa ditë pas dhe rreth një orë pas përfundimit të punës së zyrtarëve të Ministrisë së Infrastrukturës, ekipi tani më hyn lirshëm në këtë hapësirë, vetëm duke u përshëndetur nga larg me punëtorin e sigurimit fizik. Gjatë bisedës me punëtorin, teksa bëhet pagesa, ai pranon se parkingu është zyrtar, por se thot që shfrytëzimi nga ta për këtë hapësirë është lejuar nga Ministria. Një orë në shta? Një orë aty arë. Alçani kupon fiskal? Jella s'kena na. Pse? Po s'kena. E pse nuk lëshani kupon Po fiskal? s'kena. Po që shpëllën dhe nuk keni? Po s'kena kupona. Po ashtë parkingi juve a i ministrisë? Po ky parkingi, ky është ministrisë, po na shfrytëzojmë mas na sigurimi që jemi natën e shfrytëzojmë dhe mëngjes. Aha, jo vetë si persona as si kompani kështu? Je, pra jebe na veç për veti morëm na punëtorët. Na sigurimi që jemi. Tutje, punëtori thot që ministri dhe të tjerë u ka lejuar që të përdoret parkingu pas orarit. E me kënë e keni ba këto diskutim, me kënë e keni planifiku këto ajo vësë me zvete kështu? Po na këta ministrisë na kanë leju edhe ç'është. A, ministria ju ka leju? Ko është tamam prej ministrisë ju ka Po leju? krejt, këta me këtë pi ministrit e poshtë. Cilën të vet. Po këta na dhojnë porë ku vini shtin Po këto. kështojnë. Betimi për drejtësi ka tentuar të marrë një verzion nga punëtori tjetër që kishte lejuar hyrjen e ekipit brenda parkingut zyrtar dhe që kishte marrë pagesë 2 euro për parkingun e veturave të tjera, por ai nuk është përgjigjur. Ndërsa punëtori tek i cili ekipi ka paguar 3 euro për parking, e që fillimisht barën për shfrytëzim të parkingut e hedh mbi ministrin dhe të tjerë, nuk ka verzion të ngjashëm, kur ju tregohet informata që është në përballje me gazetar. Kështojnë, deru, më në jam gazetare prej betimit për drejtësi. Jo po thani që ministri vetë ja u ka leju Jo, që shtu me ministri, shfrytëzu. Apo? Kush ja u ka leju? Mas lajë që za. Ka deri në sa euro i fitani që shton që të mënyrë, edhe e bëni krejt? Ja, vesh. Punëtor ta jeni veç disa caktum. Zoj, merri porës, Jo, merri jo. dhe kjerë, nesë, vesh e sa pejgati. Kush e bëni që të punë Mos më bo për prej juve? të A paguani prej kompanisë ju nderu? Të pastruina këtë. A paguani prej kompanisë, na kemi ardhur dhe atë ditë kemi pa që merrni edhe deri në 15 euro. A mundeni me na tregojnë nderum se kush prej ministrisë ja ka leju? Po ju vetë na e thatë. Ministri i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Libor Nalio, mohon përfshirjen e tij. Njani prej punëtorëve na thot neve që e keni leju ju si ministër, a është e vërtet? Jo, ma dërgo t'i pyqen edhe përgjigjen. Në përgjigjen me shkrim, Ministri Aliu thot që nuk ka kompetencë të lejoj shfrytëzimin e parkingut zyrtar pas orarit të punës nga punëtorët e sigurimit fizik. Natyrisht, si ministër nuk kam as kompetencë e as nuk mund të lejoj një gjë të tillë. Po ashtu, nuk kam qenë i informuar për këtë lloj aktiviteti. Andaj, me të pranuar informate nga ju, do të kërkoj të trajtohet ky rast dhe të merren masat sipas ligjit.